Shkruan Gjergj Zefi, bota po rrëzohet mbi veten e saj. Amerika, shteti që për dekada predikonte stabilitetin institucional dhe modelin e demokracisë funksionale, sot ka mbyllur qeverinë federale. Republikanët e demokratët nuk arrin të bien dakord për një buxhet bazë dhe 750.000 punonjës publik dërgohen në shtëpi pa paga. Kjo nuk është thjesht krizë buxheti, është dështimi i sistemit, një paralizë që tregon se as shteti më i fuqishëm i botës nuk gjen më gjuhë për të qeverisur. Në Europë nuk është më ndryshe. Gjermania përballet me protesta masive dhe krizë energjetike. Franca ka çdo javë greva dhe përplasje sociale. Britania është zhytur në inflacion dhe kaos pas Brexit. Edhe aty, tuneli nuk ka dritë por trenin që vjen me shpejtësi. Shqipëria kopja më e keqe e një bote në kolaps. Dikur shpresonim, të paktën të bëhemi si perëndimi. Por çfarë të kopjojmë sot? Institucionet paralizuara, politikë bllokuar, drejtësitë ngadalshme dhe kriza sociale që po shpërthejnë kudo. Shqipëria nuk ka pasur kurrë luksin e shteteve të mëdha, por ka trashëguar vestet më të këqija të tyre. Parlamenti ynë është kthyer në sallë sharjesh dhe tymuesave, jo vend ku bëhen ligje. Deputetët hyjnë me koreografi politike por dalin me zero zgjidhje për qytetarët. Drejtësia e re e ngritur si flamuri reformës sot është gjysmë e ngrirë. Dosjet më të mëdha të korrupsionit zvariten me vite ndërsa njerëzit e zakonshëm presin për një vul apo vendim si në shekullin 19. Qeveria flet për investime strategjike, por qytetarët shohin vetëm PPP, koncesione dhe tender që i pasurojnë të njëjtët njerëz. Shqiptarët e rinj nuk presin më, ikin masivisht. Drita nuk është më as integrimi, as zhvillimi, por vetëm aeroporti i Rinasit me biletën një drejtimshë. Kolapsi global si paralajmërim. Çfarë do të thotë kjo për ne shqiptarët? Do të thotë që nuk kemi më askënd që të na tregoj rrugën. Kemi hyrë në një epokë ku çdo shtet do duhet të shpëtojë veten. Shqipëria nuk mund të presë më as Europën, as Amerikën, as NATO-n të na zgjidh hallet. Këto struktura janë krizë dhe mezi mbajnë veten. Në këtë rrëmuj globale, një vend i vogël si ynë rrezikon të bëhet thjesht një collateral damage, një kosto e humbur që askush nuk e vëren. Të mbjetosh ose të zhdukesh. Nëse nuk e kuptojmë se sistemi ynë është po aq i kalbur sa ai amerikan, por pa luksin e fuqisë ekonomike e ushtarake, atëherë Shqipëria nuk ka asnjë shans. Në fund të tunelit nuk ka dritë. Ka vetëm trenin që vjen me shpejtësi dhe ose ne gjejmë mënyrën të hidhemi anash ose përplasemi kok më kok me realitetin. Kjo është koha për të zgjuar nga iluzionet. Nuk kemi modele për të ndjekur, nuk kemi më mentor për të mbështetur, nuk kemi më dritë perëndimore që të na orientojë. Kemi vetëm vetveten dhe një shoqëri që duhet të zgjedhë, të mbjetojë me dinjitet ose të shkatërrohet në rrëmujën e përbotshme.